120 deputetët e legjislaturës së 10 u betuan më 11 shkurt në seancën konstituive duke u zotuar në përmbushjen e detyrave me nder dhe përkushtim. Ky akt solemn i hapi rrugën angazhimit të deputetëve për të çuar përpara agjendën legjislative që ishte në pauzë prej më shumë se një viti. Shuma totale e pagave të deputetëve gjatë muajit shkurt ka arritur shifrën e 182.067 eurove, ndërsa 26 zyrtar të lartë personal të deputetëve gjatë muajit shkurt u paguan 14.634 euro. Gjatë muajit mars, deputetët do t'i kushtojnë buxhetit të Kosovës rreth 200.000 euro, ani pse ata nuk janë angazhuar fare prej datës 9 të këtij muaji, pas vendimit të gjykatës kushtetuese që ndaloi çdo veprim të presidentes Osmani në lidhje me dekretin e 6 marsit, si dhe çdo veprim të Kuvendit të Kosovës derisa masa e përkohshme është në fuqi. Pra më 31 mars, deputetët e Kuvendit do të marrin pagën e plotë e shumë prej tyre dhe shtesën për shkak të viteve të përvojës. Buxheti i shtetit gjithashtu mbulon pagat e asistentëve personal të deputetëve, të cilët konsiderohen staf mbështetës politik. Monitoruesit e punës së Kuvendit e shohin këtë situatë pa precedent. Për ta, marrja e pagës së plotë pas një angazhim ngre pyetje serioze mbi përgjegjësinë dhe moralin e përfaqësuesve të qytetarëve. Punës së tyre. Ajo që është shumë e rëndësishme të flasësh që të bëhen pra ndryshime ligjore se përket punës së deputetëve, pra të vihen masa ku në rast se Kuvendi ka pra mungesë të punës ose ka kohë ku Kuvendi është në pauzë për çfarëdo arsye, është e rëndësishme që të shihen masa në ligj ku deputetët pra nuk paguhen tërësisht prej buxhetit. Ngjarjet e njëpasnjeshme që kanë quar në bllokadë të punës së të zgjedhurve të popullit e dëmtojnë legjitimitetin e qytetarëve dhe besimin në institucione. Pozita deputetit nuk është vetëm një pozitë juridike, por duhet që të ndërlidhet edhe me aktivitet të përditshëm, një aktivitet profesional dhe që nuk e dëmton legitimitetin e qytetarëve, për arsye që duke pas kjo situatë, duke zhvilluar kjo situatë ku deputetët vazhdojnë që të paguhen pa bërë ndonjë punë të tyre, kjo dëmton edhe legitimitetin e qytetarëve dhe besimin e tyre në institucionet publike. Paga bazë një deputeti është 1.914 euro. Vetëm vitin e kaluar janë shpenzuar mbi 1 milion euro nga buxheti i shtetit për pagat e 120 deputetëve, pa ndonjë rezultat konkret nga puna e tyre pas ngërçit të stërgjatur në Kuvend.